Jemi në hyrje të Lake Bibajt, ku natyra dhe tradita jetojnë në harmoni në këtë vend. Çdo rrugë, çdo kull dhe çdo banor e ruajnë këtë traditë dhe janë pjesë e kësaj treve të veçantë. Jam me zotin Besart Ndoja, kryetari i njësisë administrative në Lake Bibaj. Zoti Besart, kënaqësi të takoj. Faleminderit inxhinier se erdhën në Lake Bibaj. Mirë se ju gjeta. Më doja të na thoje pak sa si është kjo historia e Lake Bibajt, se disa thonë Lake Bibaj, disa thonë Nikaj Mërtur, si qëndron e vërteta? E vërteta është, këtu janë dy fise, Nikaj dhe Mërturi. Në dy fise që i përfaqësojnë këtë zonë, ndërsa Lake Bibajt është qendra e fshatit. Qendra e aty ku është njësia administrative, aty ku është komuna, shkolla, kjo është qendra që quhet edhe Lake Bibaj. Po në fakt e kemi promovu goxha shumë këtë Lake Bibaj e kemi nxjerrë në gjitha portalet dhe e ka marrë këtë fokusin Lake Bibaj, por vërteta është Nikaj Mërtur. Janë dy fise që përfaqësohen nga 12 fshatra, duke filluar nga Currajt e Epër, në Palsh edhe deri në Bris. Si është turizmi këtu? Si qendër malore? Si një zonë alpine e Veriut, Shqipërisë, mendoj që është një ndër zonat më të bukura që ka Veriu, si një destinacion alpin për turizmin. Turizmi në këtë zonë ka filluar realisht para shumë vitesh në Currajt e Epër, që ka qenë pika e parë, destinacioni i parë turistik ku kanë ardhur dhe vizitorët e parë. Ka qenë një destinacion që është dashur me bë në hiking, me ecje, për shkak se nuk ka pasur akses me rrugë makine, por që vitet e fundit tani Nikaj Mërturi ka hyrë në ato hapat e parë drejt zhvillimit turistik. E kjo na çon që kemi edhe pak kujdes te pjesa e turizmit qëndrueshëm, në mënyrë që t'i ruajmë këto atraksione dhe destinacione që kemi ne. Prej sa banorësh përdoret Lake Bibaj? Sot, që flasim, janë rreth 350 shtëpi, janë rreth 1700 banor që janë aktualisht, por që mund të themi që para disa vitesh, rreth viteve 2000, këtu kanë qenë rreth 10.000 banor. Por emigrimi ka bërë punën e vet që shumë nga ata kanë ikë, duke kërkuar një jetë më të mirë, duke kërkuar punë të tyre, por që sot është kthy fokusi goxha shumë dhe shumë nga këta banorë dhe migrantë që janë në vendet e huaja janë kthy, kanë investuar, edhe po shohim një rritje shumë fort të interesit tyre që mu rikthy këtu. Si një zonë alpine dhe klima këtu ndryshon. Dimri shumë i ftohtë, vera pak sa e freskët. Ka ndonjë problematikë që mund haset gjatë kohës ndrimit të dinëve? Ka qenë një periudhë para disa vitesh që këtu dimri ka qenë goxha i fortë, edhe bite goxha shumë borë, ku këtu ku jemi në Lake Bibaj bite rreth 1 metër borë dhe dimri ishte 3 muaj, 4 muaj. Po ndërsa vitet e fundit, dikun 6 vite, 7 vite e këtej, nuk kemi pasur një dimër edhe aq fort. Mund ketë pasur borë në 1 javë, 2 javë, diçka e tillë, por tani zonat që frekuentohen më shumë janë Currajt e Epër e pjesa malore. Dhe sa kam parë, sa di unë, thuhet se shumë shtëpi që janë këtu vendas, i kanë kthyer shtëpitë e tyre në bujtina, presin turista. Vërtet është, kjo ka qenë një nisëm, që unë e gjej rastin edhe ta them, nga një kushëimi, të Smulaj, i cili pas dritë sepse ka vdekur për fat keq, ka qenë i pari që ka bë nxitjen e hapjes bujtinave. Flasim për 15 vitesh, ku me anë të Gizit, me një projekt u financu në disa bujtina, ku shtëpitë e tyre që jetoshin i kthyen në një shtëpi pritje për turizëm. Edhe aty ishin hapat e parë drejt bujtinave, ndërsa sot 80% e shtëpive i kanë kthyer shtëpiat e tyre në bujtina pritje. Po këtu është një gjë, kur flasim për turizëm, sepse turizmi këtu fillon nga 150 metër që është pika më e ulët në nivel me detin e shkon deri në 2600 metër mbi nivel me detin. Një pyetje pak sa ti këtu si kryetar, përveç ajrit të pastër, sa pash, dhe një pamje panoramike, çfarë do
çfarë është diçka që të pëlqen më shumë këtu në Lek Bibaj? Shiko, këtu është vendlindja ime. Edhe normalisht, sido që t'jetë ai vendi jot, është vendlindja jote dhe asnjë vend tjetër nuk ta jep rahatin edhe atë plotësimin e shpirtit, plotësimin e shpirtit siç ta jep vendlindja jote. Edhe për këtë arsye, unë pas përfundimit të studimeve që ose do ikja jashtë shtetit, vazhdoja që realisht ishte një mundësi goxha joshte, ose do kthehesha në vendin tim ku do filloja të kontribuoja. Edhe unë zgjolla të vi këtu për fat mirë, që të kontribuoj sadopak për vendin tim, t'u jap një shtys, t'u jap një dorë. E thash edhe pak më përpara në një aktivitet që kishim tani, që të gjithë ne ja kemi për borxh vendit tonë ta vendosim nga një gur në ndërtimin e tij. E kjo shprehje më ka qëndruar goxha shumë dhe më ka shoqëruar për gjitha këto vite. E prandaj u ktheva edhe këtu, që punoj sadopak, kontribuoj sadopak me anë banorëve, me anë institucioneve gjitha më radh. Shumë faleminderit për bashkëstudimin dhe mirëpritje. Faleminderit edhe për jush, jeni të mirëpritur gjithmonë një kemërtur. Jam me zotin Qerim Mihill Limeraj, shkurt Baca Qerim, Patjetër. banor i Lek Bibaj. Lek Bibaj. I krahinës një kajmërpur. Bat, doja të dija pak sa të na tregosh ti si një banor që je këtu, si qëndron e vërtet ai Lek Bibaj. Disa thonë Lek Biba, disa thonë një kajmërtur. Këto janë fshatat, 12 fshatrat e një kajmërturit. Fshati më i madh, ku qëndron lokaliteti, ku ka qëndruar qendresa drejtuese e gjitha kohërave në fshatin Lek Bibaj. Edhe aty quhet qendra Lek Bibaj. Edhe kohën e partisë punës është quhet zona e Lek Bibajve. Kurse historikisht quhet krahina e një kajmërturit. Këtu gjithmonë ka thirr vetvetja e njerëzve, edhe ka thirr bashkimi, edhe historia e mira edhe liga për këto troje. Gjithmonë kanë harruar keqkuptimet, në rast nevoje në çdo regjimi kanë qenë të bashkuar, pak a shumë si ishin sot, ose dje, ose pardje, ose sa herë të mblidhen, në fjalë, një kajmërturi gjinët pranë vetvetes. Por gjithmonë kanë rujt vërtytin e të folurit, kanë rujt vërtytin e shprehjeve të teksteve zanore në krahasim me fjalën kuptimit, duke u shprehur dhe duke kuptuar, po ai nga jugu ose nga Shqipëria mesme ose në fjalë 90% është fjalor i analfabetit që quhen në gjuhën globale të shqiptare e kuptueshme. Ka dhe llafe që ndoshta i shprehim banorët mes vetit, por në një japanxhi ndoshta nuk e kupton. Pra se flasim pa në trajtimin që ka qenë dikur e pashkolluar. Në fjalë, tu gjithmonë, edhe kur s'ka pas arsim, s'ka pas pushtete, këtu kanë drejtuar njerëzit e zuar, gjithmonë kanë bë bashkimin, kanë bë kuvendin, kanë bë betimin, kanë bë qendresën, edhe bujarin, edhe shërbimet ndaj çdo kohore ose çdo musafiri që ka hyrë si detyruesi në një kajmërtur. Sa ka qenë popullsia e një kajmërturit? Në popullsia ka qenë, ka ardhur duke u rritur. Pas viteve 1945 e këtej, krahina e një kajmërturit ka ardhur fshatra duke zhvilluar dhe kujdesin pranë familjeve, duke pas martesa më të shumta, duke pas shtesë familjare fëmijë më shumë. Në 90-ën, krahina e një kajmërturit ka pas 6740 frymë në 90-ën. Kurse sot jetojnë 460 frymë ose njerëz me të vegjël e me të mëdhaj sot për sot në një kajmërtur. Duke parë se edhe rikthimi i njerëzve tërhiqet për të ardhur, për të bashkuar, për të pa trojtë e veta, dhe unë jam i ngroft në qoftë se bisedën time e kupton çdo një kajmërtues për të mirat e vendit vet, trojëve të veta dhe e
e gjithë krahinës një kemërturit. A ka pasur dasma si më para teksa bëj një dasmë e madhe? Këto në një kemërtur gjithmonë dasmat janë ba në odave. Nuk kemi pas dasma lokale ose shumë dhe mërë në odave, kolla u bashkojshin njerëzit dasmorët, u thirrshin edhe shokët, e miqt, edhe jabanxhit në kohën kur ishte mundësia për të pas fuqinë e dasmës. Këto dasmat janë kryer në këtë formë. Burrat janë thirrë jo çifte. Pra, ka thirrë zotin e shtëpisë dhe pjesëtarët e familjes tjerë nuk janë thirrë. Kurse pas demokracisë është televizuar ajo pjesë, edhe aty u thirrshin një këngëtarë ose vallëtarë, ishin çift në atë asaj kohe, edhe kush ishin brenda gjakut vet, vajza dhe nuse. Nëna gjakut vet. A ka pasur më shumë dasma se atëherë? Dasma ka pas, se ka pas popullsi të madhe dhe dasma ka pas më shumë, edhe martesat këtu janë bërë të reja. Dhe martesat janë bërë rinore, nuk janë bërë me mosha të pjekura ose me diferenca largësisë nëpërmes kohës njerëzve, që njerëzit aq më shumë të shtohet popullsia, aq më shumë kjetë rini, aq më shumë ka dasma, aq më shumë ka knasi dhe ka vërtet shtëpia, katoni, mahallët edhe zona. Me çfarë merren më shumë të banorët e kësaj zone? Në banorët e këtu në shkallë republike, në sistemin e partisë punës, vetë një zonë në shkallë republike që ka pas intelektual dhe më shkolla të larta. Të gjitha llojet e zanateve. Edhe gjithë intelektualët nga të një kemërturit që larguan nga këtu dhe kanë shku për një jetë ma të afër në qytetit, kanë ikë të gjithë të shkolluarit, po me arsim profesional. Si të mesme të si të lartën, në gjitha degët. Pra, këtu si kur të kthehen këtu, nuk kanë nevojë as për financier, as për ekonomist, as për sektor religjor, as për prokuror, as për avokat, se ka plot. Pra që nuk jetojnë këtu për më, janë të larguar dhe jetojnë në për qytetin e Shqipërisë, ka që janë larguar dhe jashtë Shqipënie, e punojnë në gazetere, infermerie, doktorature, me fjalë, me juriste, me fjalë ka shumë ato, avokatie. Kuptova. Çfarë kultivohet më shumë këtu me lek Këtu kultivohen të gjitha frutat që prollohen në myzeqe. Vërtet. Të gjitha perimet, janë nis tek kungulli, në ato zona ku prodhohet fiqi, ban fiqi, aty ka rezistojnë të gjitha pemt. Kur shumë që kam ardhur këtu 5 vetë, kam mjedh udhimin këtu, dhe më kanë ba udhi. Kam portokallin, për shembull, që ka kokën e portokallit, pa thuj se sa i kokërvez tani. Kam tokat mia. Çdo tokë, ku do të jetë, mërna për mërna, duke ruajt temperaturat e minusit, se sa më lart jetë, niveli aq më fort është minusi. Edhe nuk them tash se do të jetë në bishk, do të bëhet misri më mirë se i thomi në vrrina, i thomë zona tune. Pra, pika ime këtu është pika më ulët e një kemërturi. Për çfarë njihet më shumë te një kemërturi? Një kemërturi nifet për bujari, për fisnikri, për besë edhe për atë dhe. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi kjo bisedë. Faleminderit edhe nga ju, e respekte, e ju përgëzoj për ardhin tuaj, për pa epokën e pjazot një kemërturit. Lek Bibaj ofron qetësi, ajër të pastër dhe peizazhe që të lënë pa fjalë.
Jam me zotin Doc Malaj. Zotin Doc, përshëndetje, kënaqësi të flas me ty sot. Teksa doja të dija pak sa për Lek Bibaj, Nikaj Mërturin, si qëndroi historia këtu. Nikaj Mërturi është një nga trevat etnografike të rrethit Tropojës, me i kolorit pasur shpirtëror, me histori të lavdishme. Është një vend që quhet mbledhja e eposit kreshnikëve. Është një vend që historia ka fol shumë, me figurat jashtëzakonshme në kohën e kaluar, me qendresa të jashtëzakonshme, me heroj, me luftar, me prins popullor, gjatë gjitha kohërave që nga vendosja që është vendos në këtë vend që është banu Nikaj Mërturi e deri në ditët e sotme. Këtu ka historia shkruajt me gjak, është shkruajt me vujtje, është shkruajt me monim. Ne jemi trev që nga besimi kemi qenë besimit katolik dhe jemi besimit katolik, edhe kemi qenë pak sa nar nga pjesa tjetër e Malësisë Gjakovës. Më tepër zakonet, traditat, pavarësisht se bëjmë pjesë në Malësinë e Gjakovës, kemi pas zakonet e traditat më të përbashkëta, pak më të përbashkëta me krahinë e Dukaxhinit, që e kemi për kufin, po gjithsesi, edhe nga krahina e Dukaxhinit ndryshojmë. Kjo është një zonë që ka krijuar në shekuj traditën e vet. Dhe këtu ka vende jashtëzakonshme, ka vende të bukura. Ka vende që mbledhës folklorit që ndoshta janë më të rrallë në historinë e Shqipërisë. Janë më të rrallë ata që kanë mbajt vargje përmendsh që nga Homeri i Bris e deri në Suraj tepër, këtu është mbledh folklori, Iliada, duket se këtu ka jetuar Muja Halidi, kaq shumë i ka kënuar e mbledh me lahut populli i kësaj zone. Sa ka qenë popullsia para demokracisë, para viteve 90 këtu? Zona e Nikaj Mërturit ka 12 fshatra. Zona e Nikaj Mërturit në kohën e kolektivizimit të bujqësisë ka qenë ndarë në 2 kooperativa të bashkuara, kooperativa e Lek Bibajt, nëse marrim këtu, dhe kooperativa Shëngjergji. Këtu ka pas një administratë, të 2 kooperativat kanë pas një administratë fuqishme, një administratë të madhe. Ka pas në çdo fshat shkollë, ka pas shkollë të vjeçare duke ja filluar që nga Brisa, Salta, Palçi, Gjan Tepaj, Peraj, shkolla mesme në qendër të Lek Bibajt, shkolla nënvjeçare në Shëngjergj, në Tetaj, në Ptosh, më vonë, në Suraj tepër, pas e po. Marrësh vetëm një fshat, vetëm fshatin Lek Bibaj ose vetëm fshatin Suraj tepër, që ka pas mbi 300 shtëpi. Ne i thoshim herët statistikat e hershme thoshin 100 shtëpi, e thotë edhe ka nga 100 shtëpi, ndërsa tani janë shpotruar pothuajse. Ka më dasma dhe lindje siç kanë qenë më parë? Po tani flasim nga atëherë, ne kemi traditën tonë, traditën dasëm, lindje, e ndekje që ndryshojnë nga krahinat e tjera. Edhe tradita e dasmës të ne
ndryshon nga zonat e tjera të Malësisë apo dasma për shembull në Nika i mërtur, dasma bëhen shkonin Krushq, kudo që t'ishte nuncja, Krushqit shkonin një ditë përpara, qoftë edhe ma tanë lumë, shkonin një ditë përpara, kështu ishte rregulli për ta nunce. I merrte një pëjshi i nusës me fjalë nga dite, i merrte një pëjshi i nusës. Ditën e dytë mblidhej fshati që përcjellnin vajzën që dilte nunce, edhe shkonin me qonin te shtëpia ku do të jetonte te shtëpia e burrit. Zakoni bukur sepse kur dilnin përballë shtëpisë, kundra shtëpisë, i thirrnin o filani, ati që martohet, o filani me pushë. Mramja e mirë e i pash hajrën nusës. A i përgjigjej pash hajrë mirë se na erdhë, ose edhe dikush tjetër përgjigjej si ishte zakoni, këto ndoshin me shtime armshme. Zakonet tjera pastaj që ndryshojnë nga trebat e një dasme, për shembull dasmat të një zakonisht janë bën dimër, edhe nga që janë bën dimër janë bën dhe brenda, në sofra, natyrisht. Sofra. Nusja vinte, janë bën sofra për këtë arsye se dhe në disa dhoma të narjes, nga që organizoheshin në dimër, zakonisht në dimër të ne, e në kohë bore kështu, edhe në disa dhoma që bëshin dasmat, njerëzit sepse nuk e zinte në dhomë, se i cili në gjënte atë që të liste, këndohej me qitëli, këndohej edhe këngë dasmash, këndohej këngë lirike, këndohej edhe këngë krimnie, edhe ishin kaq bukura sa njani për nuk ishte dasëm si që bëhen sot dasmat me hangje, me daulla, me rrumuj, e njani pak mos me lije, thashtë e o me rrëdhe shkangën, lije kangën. Edhe gjithë ishin të të uorë një par kuptime që ta në gjë një kangën. Çfarë simbolizon Nika i mërturin? Nika i mërturi shika, pyetja është pyetje pak e vështirë se Nika i mërturi simbolizon shumë gjëra. Nika i mërturi është mos pari është simbol i mikpritjes, është simbol i besë, është simbol i burnisë, është simbol i mbajtjes fjalës dhënë. Mbajtjes fjalës dhënë. Është simbol i mirësisë. Është simbol që miku me hynë kalimtari, drumtari, me dalë më i mirë se ka ardhur. Pra, atë që të vinte, që të mësën, o, i zoti i shtëpisë, byrë më harxhelë, mirë se ke ardhur. Ai vinte, rrinte, kur qohej, thoshin që miku duhet dalë më i mirë se sa të erdhi me anë. Për diçka të gjatë tillë, për shembull që njeriu duhet ta mbijë veten. Unë, për shembull, jo unë, po edhe gjithë secili nga Nika i mërturit, nga këtë zonë duhet ta mbijë veten krenar. Për këto tradita ka është bukura që kanë qenë. Janë traditat jashtëzakonshme, janë tradita që ky brez që është sot, pavarësisht se Nika i mërturit, për shembull, është nga zonat, ndoshta edhe në shkollë kombëtare, që është shkolluar më tepër. Në Nika i mërturit ke të gjitha llojet e profesioneve, njerëz të arsimur, njerëz me grada shkencore, deri te profesor, doktor, të gjitha llojet, gjitha profesionet duke filluar që nga agronomi, e duke marruar te inxhinieri, duke marruar te mjeku, duke marruar te gjitha të shërbimet shëndetësore që janë, të doktorit, të shërbimet të psikologut, po marrin gjitha llojet e që
të lutem, faleminderit ju, edhe ishte kënaqësi që me pak fjalë, me pak fjalë që të shpreh atë respekt, atë mirënjohje, atë nostalgji që kam, sepse kam punuar mbi 20 vjet në Shostën e gjimnazit të Gjitës. Falenderoj shumë. Përshëndetje, jam në zotin Pun Vatnikaj, përshëndetje zotin Pun. Përshëndetje. Sot. Mendje. Çfarë do na flisni pak sa për zonën e për historinë e Nikaj Mërturit? Për zonën e Nikaj Mërturit kanë fol me shekuj, me vite, historianë të ndryshëm, qysh me Edith Durham edhe në rrallë. Ka fol vetë historia, ka fol zona, kanë fol banorët e kësaj zone, pararësit tanë, dikush me vepra, dikush me shkrime të ndryshme. Është një zonë shumë e pasur me intelektual, një zonë shumë e pasur me njerëz të artit, kulturës, njerëz të shkolluar, edhe është një zonë shumë e bukur, duke filluar nga Raja, që është pak më poshtë, dhe deri në Curra e Tepër. Ka disa resurse, ka lumej shumë bukur, ka bjeshk shumë të bukura, dhe mendoj se është një nga zonat më të bukura në Shqipëri. Sa ka qenë popullsia këtu në Nikaj Mërtur? Sa është tani? Çfarë ndryshimi ka? Flasim për 35 vite më parë, që popullsia ka qenë e konsiderueshme, sepse këtu janë 12 fshatra, në 2 fiset, Nikaj dhe Mërtur, dhe ka qenë një popullsi, si thash, e konsiderueshme, por vitet e fundit, domethënë 10 vjeçarin e fundit ose 15 vjeçarin e fundit, ka një ikje drastike, domethënë shumë e madhe, që të vjen edhe keq kur e mendon, sepse njerëzit kanë ikë në pamundësi punësimin, nuk ka infrastrukturë, nuk ka gjanat e nevojshme, siç duhet një spital, një shkollë, çfarë do të thonë, sepse gjitha këto mungojnë. Edhe njerëzit për një jetë më të mirë janë larguar qoftë në qytetet ndryshme të Shqipërisë, por shumë prej tyre janë jashtë shtetit. Çfarë simbolizon Nikaj Mërturin? Si çdo krahin tjetër e veriut, po edhe e shqiptarisë, Nikaj Mërturin e simbolizon besnikëria, mikpritja, e simbolizon trimëria, ka pas njerëz e burra dhe gra shumë të zotë dhe të rima dhe të mençur. Dhe bujaria është një ndër simbolikat e Nikaj Mërturit, pra është kryefjala e këtyre gjanave, është bujaria, mikpritja. Me të pritë edhe nëse s'ka me qit buke, uje, kështu, do të thonë ta ka hap zemrën edhe të ka thonë unë kështu jam, mirë se erdhe. Ju si një këngëtar me emër, ku jetoni më shumë? Këtu apo nëpër ndonjë qytet tjetër? Unë këtu kam lind në fshatin Shëngjergj të Mërturit. Në moshën 9 vjeçare unë jam ikë nga Shëngjergji dhe kemi shkuar në Shkodër me familjen. Jam rrit në Shkodër mas moshës 9 vjeçare dhe mrapa unë kam lëviz si gjithë tjerë, tani jetoj në Amerikë. Punoj atje, kam 8 vite në Amerikë, kam familjen atje dhe shkoj e vi her mas here për raste ndryshme. Kur i kthehesh në vendlindje, për çfarë të merr malli më të shumti? Thënë drejtën, kjo është një pyetje shumë kështu si mbret kanjëherë, se kur kthena në vendlinje, në vendlinje që këtë Shqipërinë, po kur kthena këtu, merr malli për atë kohën e fëmijërisë, gjitha kujtimet unë i kam këtu. Edhe pse ka kënë mosha shumë e vogël që kam ikune, të gjitha kujtimet e mia janë këtu në zonë Nikaj Mërturit.
edhe merr malli ta përjetoj edhe një herë atë fëmijëri, por që do se nuk vjen më. Shumë faleminderit për këtë bisedë që bëm bashkë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush edhe shpresoj të kaloni mirë nga emërtuar. Faleminderit. Fshati Lekbivaj oazë mrekullie. Është një fshat në Alpen Malësi, që është shua për merë e trimni. Për sos prej Zotit gjithë bukuri, e Lekbibaj thirët që në lashësi. Zbret në markaj prej tragetit, e lënë djatu i të liqenit, rrjedhes lumes cilën bregut, nis në lugaj e hec prej mëserit. Hip Lekbibaj si qendra mnue, nga shtë qeveri që ka drejtue, dy barak gjithmonë bashkue, përjetësisht lidhë si mishë e thue. Ecet me spishash lartë për pjetë, mojnë asën vargu i perë le vërtet. Hynë ndërgjush një vend të qetë, për bolë shofrit lagjës shenjtë. Del bushat në lartësi 600 metrë, i kodri da me papleka i tepër, e dyja bashkë si katun i vjetër, shokti kanë Lekbiba në qendrë. Lumi i madh i da me shëngjergjë, me pera gjën pepa i proni serrë. Kisha e vargut kufizon me kotec, mali i kështojve me palq e mësërë. Në vendlinën time i gjenë të tona, vajza sorkove e djemazgona, nga ajkune e janë kreshniket nona, e burat si mërizat e ore zona. Çdo njeri në botë që të pysin ty, kthej përgjigjen me shpejtësi, fol buzgaz, e me gzimin sy, jam Lekbibas, thuaj plot naqësi. Nga i fshatnikash në dy vllazni, me tokë u i boll në bjeshkën vërri, pongjja thermi o bonjë jeshi, e kanë kufin ogër, nërmojnë e kakin. Ky ishte reportazhi jonë në Lekbibaj, një trev ku traditat dhe zakonat trashëgohen brez pas brezit. Faleminderit për shikimin. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.